A je prej atyre personave që të munon kerri, këqyre që të vidja edhe zbuloje pse. Nëse mundesh me lexu ose me najt në telefon kur je në kerr, në autobus ose mjet e tjera transportit, je me fat. 1/3 e popullatës kanë motion sickness ose që i themi ne, i munon kerri. Beso se ju kjo krejt fillon në vesh. Trupi e din që je duke lëviz përmes veshit, specifikisht sistemit vestibular i cili punon si sensor i GPS-it për trupin. Në këtë sistem ekzistojnë 3 tuba të vegjël, gjysmë rrethor, cilët e detektojnë lëvizjen në 3 dimensione hapësinore, si dhe 2 qeska të mbushura me lëng që lëvizin kur trupi lëviz. Kur ky lëng lëviz në vesh, truni e kupton që na jemi në lëvizje edhe në çfarë pozicioni jemi, edhe e njëjta procedurë ndodh kur jemi në veturë. Truni merr sinjale prej veshëve që ti je tu lëviz, mirë po problemi shfaqet prej syve. Syt e shohin një pamje statike, domethënë e shohin që vetura brenda nuk po lëviz. Ose hala ma keq kur je duke lexu libër ose je duke najt në telefon, sepse këto objekte nuk lëvizin përkundër që vetura është në lëvizje. Truni përfundon duke marrë informata të kundërta. Vesht i thonë që je në lëvizje, e syt i thonë që nuk je, prandaj vjen deri tek reagimet fiziologjike si dhimbja e kokës, marramendja edhe të vjellurat. Mënyra se qysh mundesh me evitu këtë mundim është mos me lexu ose mos me najt në telefon, me shiku prej dritares në horizont distanca të largta, si dhe përtypja e çamçakëzit ndihmon. E një inovacion i ri që po e lehtëson shumë këtë vështirësi janë syzet kundër motion sickness. Përkundër që duken çesharake, ato e parandalojnë mundimin përmes një lëngu i cili lëviz sipas lëvizjes së automjetit, duke i dërguar trunit informata që nuk bien ndesh me njëra tjetrën. E ty nëse të munon kerri, çka të ndihmon më shumë? Kallëzom komente edhe për më shumë video si kjo subscribe Urban FM 103.5 në YouTube edhe në krejt platforma tjera.